Nuk e di ju a keni ditur se këngëtari Meda është drejtori i klubit futbollistik Hajvalia. Ai sonte vjen në prive për të na treguar më shumë se si e mirëpriti antarësimin në UEFA dhe FIFA. Çfarë do të thotë kjo? A do e lë ai pak anash muzikën për futbollin? Këto detaje kuptojmë bashkë në vazhdim. Nuk është dasëm, por atmosferë festive pas një ndeshje futbolli. Këngëtari Meda ju gëzua fort titullit të parë të cilin e fituan ekipi i futbollit të femrave Hajvalia në elitën e futbollit të Kosovës të mërkurën e kësaj jave. Kto e kemi të mirë në Hajvalia se s'kem nevojë me thirr këngëtar, e majmë vetë prej vetë grip. Kështu që është po, vetë jam të nda krejt, si da më kërkuj kur qa. Jo, kanë derë për mu, për arsye se e kanë meritu ato vajzat që kanë lypë gjatë gjithë sezonit, po edhe njerë që kanë qenë aty për rreth, që i kam mbështet edhe familjarët të tyne, edhe tifozët arushat që kanë qenë dje prej minutës pare deri në fundit, bashkë me vajzat, dhe me thonë, është knatësi të na e me knu për një ekip tillë. Medi Përgjegja, i presidenti i klubit Hajvalia, tash e 6 vite i është përkushtuar me të madhe sportit të futbollit në Kosovë. Jo vetëm me ekipën e Hajvalis që mi përkushtuar, po në të drejtën rrallë që mi këndo një ndeshje të e pa dhe në televizion, për arsye se tash që e du futbollin edhe jam shumë i përkushtuar. Sidomos rreth klubit, normal që është edhe klubi jemi me Ragifin, si që tash më herët, po shumë i përkushtuar. Edhe pse klubi i tij këtë vit nuk arriti të kualifikojë në UEFA, ai i u gëzua shumë fakti që Kosova u bë antare e saj dhe FIFA-s. Jo vetëm unë, po krejt e kemi prit atë lajm, domethënë me padurim, sikur për pavarësinë e Kosovës, se të mirat vinë kadal, nuk vinë për i heri. Kjo FIFA dhe UEFA erdhën, domethënë dyja të shpejt për një kohë shumë të shkurt. Jo për një kohë të shkurt, se na kemi prit shumë gjatë, mirë po mes vete, domethënë që o pranum. Edhe kjo jo veç për mu, po besoj që për krejt sportdashtit dhe për gjithë shqiptarët është diçka e madhe, edhe është kënaqësi me kanë pjesë e FIFA-s edhe UEFA-s. E duke qenë se muzika është një tjetër pjesë po aq e rëndësishme për Medën, ai as që e ka menduar të heqë dorë prej saj e t'i përkushtohet totalisht futbollit. Jo, asnjëherë, sepse muzika është artë në vetë edhe sporti është artë në vetë, domethënë janë dy lamitë të ndryshme, mirë po të dyjat bojnë me ndjenjat e mbrëmshme shpirtërore. Unë kam dashur gjithmonë futbollin edhe asnjëherë s'kam mujt me u largu, po edhe muzikës jo. Nuk është punat e përfitimet apo të gjanat tjera, po e du e bëj me qef, nuk e bëj veç shka për interesit. Madje shpeshherë të mirat materiale që ja sjell muzika, Meda i investon në klubin e tij. Unë mullinën e parëve nuk e kam me i marrë që dërgon, po normal që unë punoj shumë edhe investoj të nej në klub Hajvalis. Po nuk jam vetë, është edhe bashkëpronari që e kemi përgjysë, do me thonë, që paguim përgjysë, edhe normal që edhe familja Pacolli, do me thonë, Hajvalis, që investojnë në klubin tonë, edhe kështu që ja dalëm të qysh. Sikur se çdo vit tjetër, edhe 2016-ën, Meda ka të aranzhuar me dasma e ahengje familjare. Momentalisht, ai po merret me realizimin e albumit, të cilin do ta sjellë në muajin qershor. Për ata që dojnë Medën, është një diçka shumë e veçantë, se kemi bërë do këngë shumë të mira, edhe besoj që kam një pëlqyer gjithë. Do të thonë, unë që kam largu absolutisht, është diçka shumë e veçantë dhe shumë e mirë. Albumi kur do del? Unë besoj si zakonisht, do me thonë ka fundi qershorit. Sa kam i pas, sa kam i pas në një bashkëpunim brenda? Bashkëpunime po, do me thonë një kemi përfundu, një bashkëpunim me Vjollca Haxhia, me kolegën time, edhe
një tjetër pritet, po ajo është surprizë, dhe më thonë, kam qenë surprizë për gjithë. Hala nuk e kemi dhënë se kush do t'jetë, po kam qenë diçka shumë e mirë.